bonusit të pensionistëve, ashtu sikundër edhe përmenda më parë, çështja e bonusit lidhet me të gjithë ata pensionistë të cilët janë pjesë e skemës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe këtu përfshihen pensionistët që konsiderohen pensionet urbane, pensionet rurale, pensionet familjare dhe pensionet e invaliditetit. Por, këto janë 4 kategori të cila janë kategori dhe janë brenda strukturës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Për të gjithë kategoritë e tjera, natyrisht kjo kërkon një lloj vendimarrje, duhet që kërkesat na vinë nga institucionet relevante dhe pastaj në varësi dhe të mundësive financiare që kemi, patjetër që do të konsiderohen për të marrë një bonus. Megjithatë, vlen për të theksuar që në fund të vitit të kaluar, kjo kategori e cila nuk ishte pjesë e skemës së sigurimeve shoqërore, ka marrur një bonus në fund të vitit, duke bërë edhe vlerësimin e ecurisë së ekonomisë deri në atë moment.